Jan Zoga i njihet si një nga figurat aktive të skenës politike, por kësaj radhe ai vjen me një rrëfim ndryshe, larg politikës dhe më pranë jetës së tij personale. Për te jetës publike dhe angazhimeve profesionale, ai praktikon edhe hobit të shumt në kohën e lirë, ndër të cilat tenisi zën një vend të veçantë. Aktivitetet sportive janë pjesë e rutinës që ndihmojnë të ruaj ekuilibrin mes stresit të punës dhe argëtimit, duke dëshmuar se për te imazhit zyrtar ekziston edhe një dimension tjetër i personalitetit të tij. Unë jam rritë në vitet e 80-ta dhe 90-ta në fakt, sepse kom lind në 83, mandej vitin 89-90 kom fillu edhe shkollën. Dhe vitet e 90-ta kanë qenë krejt vite tjera prej çka sot përjetojmë edhe çka sot jetojmë. Andaj ka qenë një familje shumë më ndryshe se sa që e jetojnë fëmijët e mi. Një familje ku ne kemi qenë kryesisht në lagjën tonë, këtu në bregun e diellit në Prishtinë, kam shkuar në shkollën fillore Ismail Qemali, por ajo që kisha dashur me potencuar dhe me theksuar që edhe atëherë patëm fillu me lujt tenis, ka qenë një prej risive të Prishtinës në vitet 92-93, kur fillu me lujt tenis dhe kjo është edhe sot një prej hobive të mia qysh prej asoj kohe. Do thot tenisi qysh në familjen tuaj ka qenë pjesë, keni qenë i rrethuar me tenis. Çka do thot sot për juve tenisi? Sa veni këtu në Prishtinë? Sot mbetet një prej sporteve që e du më së shumti. Dhe gjatë verës, normalisht kur kom kohë, gjatë vikendeve, vazhdimisht angazhohem me fëmijët e mi rreth tenisit, luaj me vajzën time, me djalin tim, por edhe me shokët e mi, me miqtë e mi. Gjej kohë të lirë gjatë vikendeve në mënyrë që me ardh në këtë natyrë të mrekullueshme këtu tek parku i Tokbashkës edhe me lujt pak tenis. Përveç tenisit, çfarë hobi tjetër keni ose çfarë pasioni që ndoshta publiku nuk e di? Gjatë dimrit, kur tenisi ndalet, sepse dimri edhe bora nuk na lejon me lujt tenis, atëherë unë skijoj. Skijoj kryesisht në malet e Sharrit në Brezovic, por edhe në një vend skijimi kështu afër Kosovës. Edhe e kam sport që e du shumë gjithashtu edhe skijimin e bëj me një pasion të madh. Gjithmonë sa më lejon koha, sepse në këtë kohën e fundit kam qenë mjaft i zonë me punë tjera, edhe të profesionit tim, po edhe me punë publike. Tregut që tenisi ka qenë prezent në familjen tuaj, po politika, sa ka qenë prezente në familjen tuaj, ose a i keni ditë prej fillimit që do të jeni pjesë e politikës? Jo bashkëkrejtësisht me saktësi, por gjithmonë në familjen tonë ka qenë politika e pranishme. Pra, prindemi, baba im sidomos e ka përsjell shumë politikën dhe ka qenë afër politikës. Andaj një farë ide rreth politikës e kam pas gjithmonë qysh prej fëmirisë, por ma vonë kam studiu ekonomi, e mandej kam bë doktoraturë në ekonomi politike. Kështu që jam afru shumë afër politikës dhe kalimin politik prej ekonomisë ka qenë mjaft i natyrshëm. Cili është një person që ndoshta gjithmonë jeni mirënjohës ndaj atij personi që ka kontribuar në formimin tuaj si person? Po në formimin tim si person, spari ka kontribu shumë familja ime. Pra prindemi, baba im, nana, po mandej edhe profesorët e mi, cilët i kom pas si një farloj udhërëfysi për karierën time, edhe ekonomike edhe politike. Kom pas shumë profesorë të mirë, cilët më kanë ndihmu me qenë ky që jam unë sot, një prej tyre dhe profesori nderuar Muhamet Mustafa. Jo, e tregut që keni lindë dhe jeni rritë në Prishtinë. Tregon pak sa ka ndryshuar Prishtina ndër vite? Po ndryshon Prishtina, Prishtina po rritet gjithmonë e ma shumë dhe po zhvillohet, është një qytet i zhvilluar që po ecë përpara. Por ndryshe lagjet e Prishtinës i mbajnë mend qysh janë edhe sot. Pra lagja e Bregu Diellit, Dardania, Arbëria ose Dragollani, siç e kemi quajtë përpara, lagja e Tasligjes, kjo ku jemi aktualisht, këto janë lagjet e famshme të Prishtinës, por të cilat vazhdimisht po zhvillohen, po modernizohen dhe Prishtina po bëhet gjithnjë më e bukur.
Patjetër. Rubrika jonë quhet Vera pa politikë, edhe ideja ose qëllimi i kësaj rubrike është që figurat e politikës, pra t'i kemi prezent në këtë rubrike dhe të flasim jo për politikë, krejt për diçka tjetër. Po më intereson me ditë çysh është vera e një politikani, çysh e kalon verën një politikan. Po so kam qenë në zyrë të nënkryetarit, vera ka qenë shumë e zënë, sepse punët kryesore, infrastrukturore, punët e projektet e kryeqytetit bëhen kryesisht verës. Andaj vera ka qenë e zënë shumë dhe unë kam qenë kryesisht në zyrë. Sa që edhe koha e pushimeve është shumë e limitume. Pastaj kemi qenë shumë të angazhuar rreth organizimit festivaleve verore edhe të muzikës, po edhe festivaleve tjera të artit, dhe vera është me të vërtet shumë dinamike, e ngjeshur edhe e zënë. Kështu që kom pas shumë pak kohë për fëmijë edhe shumë pak kohë për pushime, por e ka bukurinë e vet, sepse ka qenë e zënë me festivale, me muzikë, me art, me punë shumë, edhe ta jep atë kënaqësinë që po kontribon për vendin tonë. Kurse këtë verë jam pak më i lirë, sepse unë kalova prej pozicionit të nënkryetarit në deputet kuvendit Kosovës, andaj e kam këtë verë pak më të lirë dhe po shpenzoj kohë me familjen time dhe me fëmijët e mi. Më pëlqejnë udhëtimet shumë, normalisht edhe kam udhëtuar shumë edhe gjatë pjesës time të mëparshme, edhe të punës, po edhe të studimeve. Unë kam studiuar në 2 shtete evropiane, kam qenë në magjistraturë në Angli, atje kam jetuar 2 vite gjatë magjistraturës dhe pastaj doktoraturën e kam bënë në Itali për pothuajse 5 vite. Kështu që Evropën e kam shëtit, e kam ndje, si me thonë, edhe kam marrë shumë prej kulturave evropiane dhe jam shumë mirënjohës. Shumë mirënjohës. Cili është një kujtim që gjithmonë e mbani mend ose dëshironi m'ia tregu edhe fëmijëve tuaj, por edhe publikut, pse jo, gjatë gjithë rrugtimit tuaj profesional? Po kam pas shumë momente të bukura, momente të zhvillimit të karrierës. Në Angli kam shku relativisht i ri, domethënë me njerë pas studimeve bachelor dhe për mu ka qenë një arritje shumë e madhe dhe një realizim i ëndrave të mia me shku në Angli, në Londër, si një 21-22 vjeçar, andaj tregoj shumë tregime prej asoj kohe sepse kam përjetuar gjëra të reja. Për shembull me shku me aeroplan për herë të parë larg shtëpisë, me marr pjesë në një koncert të madh, me shku me pa lojë të futbollit për herë të parë në një stadium të madh. Pra gjithçka ka qenë për herë të parë edhe një farë realizimi i ëndrave të fëmirisë. Po një moment më sfidues ndoshta. Po ka pas edhe momente sfiduese normalisht sepse kam jetuar atje vet, pastaj i larg shtëpisë, larg familjes, ka sfida, mandej edhe sfidat edhe profesionale të mësimit janë sfida që një student i përballon, andaj normalisht përveç kënaqësive të mirave ka edhe sfida që të mund. Për çfarë jeni krenar më shumë ti? Po jam krenar me këto që kam arrit deri tash, sidomos me doktoraturën time jam mjaft krenar, por edhe me familjen që kam ndërtu. Kjo është një prej krenarive të mia kryesore, 2 fëmijët e mi, Anda dhe Genti, gruaja ime Rina, një familje e shëndosh, kjo është një krenari e madhe. E përmendet tenisin që është pjesë e jetës tuaj, të shohim tash edhe sa jeni i aftë në fushën e tenisit. Okej, faleminderit shumë.